Historia na tregon se Gjergj Kastro Skënderbeu vdiqi në vitin 1468. Duke lënë pas një nga figurat më të mëdha që ka njohur ndonjëherë Shqipëria. Por një pyetje shumë interesante lihet shpesh. Çfarë do të kishte ndodhur nëse Skënderbeu nuk do të kishte vdekur? A do të kishte ndryshuar historia e Shqipërisë, apo ndoshta edhe e gjithë Europës? Për ta kuptuar këtë, do të shohim situatën në atë kohë. Perandoria Osmane ishte një nga fuqitë më të mëdha në botë dhe po zgjeroi vazhdimisht. Ballkani ishte pothuajse i pushtuar plotësisht dhe shumica e vendeve ishin rënë në kontrollin osman. Në këtë realitet, vetëm një figurë po arrinte t'i ndalte për vite me radhë, Skënderbeu. Por më shumë se 25 vite, ai jo vetëm që rezistoi, por edhe fitoi betejë kundër një ushtrie shumë më të madhe dhe më të organizuar. Ai u bë simbol i rezistencës, jo vetëm për shqiptarët, por për gjithë Europën. Madje shumë shtete europiane e shihnin si një pengesë kyçe kundër përhapjes së perandorisë osmane drejt Perëndi. Tani imagjinoni për një moment, çfarë do të ndodhte nëse ai do të jetonte edhe 10 apo 20 vite më shumë. Në rast të parë, rezistenca shqiptare do të vazhdonte të ishte shumë më e fortë pas vdekjes së tij. Shumë nga principatat shqiptare u dobësuan dhe u përçan. Pa figurën e tij, nuk ishte më një lider që t'i bashkonte. Por nëse Skënderbeu do të ishte gjatë, ka shumë mundësi që ky unitet të vazhdonte dhe Shqipëria të qëndronte e fortë për më gjatë. Kjo do të thoshte një gjë shumë të rëndësishme. Perandoria osmane do të ishte vënuar në avancimin e saj në Ballkan dhe më tej drejt Evropës. Çdo vit që Skënderbeu mbante rezistencën gjatë, ishte një vit më pak për zgjerimin osman. Dhe këtu fillon efekti domino. Në atë periudhë, Europa ishte në një balancë delikate. Nëse osmanët do të vënoheshin, kjo do t'u jepte kohë shteteve të tjera të forcoheshin, të organizoheshin, dhe ndoshta të bashkoheshin kundër një armiku të përbashkët. Nuk është e pamundur të imagjinohet që një koalicion më i fortë europian do të ishte krijuar më herët. Një tjetër mundësi është që Shqipëria do kishte krijuar një shtet më të konsoliduar dhe Skënderbeu në krye për më shumë kohë. Institucionet mund të ishin forcuar, aleancat me Europën të thelloheshin, dhe vendi të kishte një bazë më të qëndrueshme për të ardhmen. Por kjo nuk është e gjitha. Një Skënderbeu që jeton më gjatë mund të kishte ndikuar edhe në identitetin kulturor dhe fetar të rajonit. Me më pak ndikim osman për një periudhë më të gjatë, rrjedha e historisë në Ballkan mund të kishte marrë një drejtim tjetër. Megjithatë, duhet të jemi realist. Edhe nëse Skënderbeu do të jetonte më gjatë, ai do të përballej përsëri me një fuqi shumë të madhe. Perandoria osmane kishte burime, ushtri dhe kohën në anën e saj. Është e mundur që përfundimisht përplasja do të përfundonte në të njëjtën mënyrë, por ndoshta shumë më vonë. Dhe vetëm kjo vonesë mund të kishte ndryshuar shumë gjëra. Ndoshta Shqipëria nuk do të kishte kaluar shekuj në sundim. Ndoshta kufit e Ballkanit do të dukeshin ndryshe sot. Ndoshta edhe historia e Europës do të kishte një rrjedh tjetër. Por këto mbeten hipoteza. Ajo që dim me siguri është se ndikimi i Skënderbeut ishte aq i madh, sa dhe mungesa e tij ndryshoi menjëherë rrjedhën e historisë. Dhe ndoshta kjo është prova më e fortë e rëndësisë së tij. Sepse sapo ai u largua nga skena historike, gjithçka filloi të ndryshonte. Kjo na çon tek pyetja kryesore. A do të kishte ndryshuar historia në mënyrë dramatike nëse Skënderbeu do të kishte jetuar më gjatë? Apo perandoria osmane do të fitonte gjithsesi, pavarësisht gjithçkaje?